Hajde studi demokrat, hajde. Tu dhe një Demokrat që voton djathas punon majtas. Ja. Tipiku. Kështu futet gara. Tipiku, voton djathas punon majtas. Po këtë herë, nuk e di, me gjithë dhe s'ka rëndësi, nuk po flasim për këtë punë, se s'kemi ardhur për këtë punë, po shikoni. Ja. Demokratët e squt din me kë punojnë, din kush punon, ja din punës, po fiksimet janë fiksime, s'kemi çfarë bëjmë. Rruga Erguriqen, e cila është një rrugë bujësore, po themi, lidh Elbasanin, Cerrikun dhe Belqin. Është një rrugë e cila ne kemi kërkuar shumë për shkak të bujësisë që kemi zhvilluar këtu, por edhe rrugës lidhse midis së treja qyteteve. Normalisht na shërben jo vetëm për bujësinë, por edhe për gjithë banorët e kësaj zone. Kemi pasur një interes të lartë ndaj bujësisë, që nga autostrada bujësore që kemi bërë me Elbasanin, me rrugën lidhse që kemi pasur në këtë rrugë, dhe aktualisht jemi në fazën e punimeve dhe ne shpresojmë që dhe gjithë bujësia dhe gjithë sektori bujësisë në këtë zonë do t'jetë në rritje në një kapacitet shumë të lartë. Praktikisht është një segment rrugor për 2.6 km, i cili është një segment rrugor që kishte ngelur mangut nga një fazë e parë që ishte unaza bujësore, si shtaj kryetari, lidh gjithë zonën e Elbasanit. Gjithë këtë zonë fusha është dalluar për serat me lakrën e Brukselit, që është një produkt që shkon gjithë për eksport. Ajo që është e rëndësishme është këtu nuk ka ekzistuar rrugë, ka qenë një rrugë parash praktikisht, kurse ky segmenti tjetër thjesht do të trajtohet dhe ai me shtesë asfaltike. Shpresoj që në harkun kohor të një muaji kjo rrugë mbyllet, që do të thotë prodhimi i ri bujësor që do dali shumë më shpejt ashtu në tregje nga tokë. Në Cerrik kemi një situatë, edhe këtu dua ta them, sepse është një nga më të shkaftit dhe nga më të dalluarit si kryetar bashkie që merret me fshatin dhe nxit bujësinë dhe nxit punën e fermerëve. Dhe kemi dhëna shumë pozitive të rritjes së prodhimit dhe të eksporteve bujësore, kështu që çdo gjë që bëjmë për Cerrikun është fond dhe mund i hedhur me kthim të mirë mbrapa për ekonominë vendore dhe për ekonominë kombëtare. Kështu që është shumë mirë që lakra e Cerrikut ka vajtur në Bruksel. Lakra e Brukselit ka marrë pasaportën. Është një rrugë me interes të lartë dhe normalisht që ne kemi kërkuar dhe edhe banorët gjithashtu janë një pritës në kësaj rrugë për shkak të edhe të lidhjes Elbasanit, Belqit dhe Cerrikut. Pra ne përveç se kemi një bujësi zhvilluar dhe presim një interes shumë të lartë nga banorët për shkak të jo vetëm për pjesën e transportit, por edhe bujësisë i cila në të gjithë bashkinë ka pasur një interes shumë të lartë. Serat janë në rritje. Serat janë në rritje dhe gjithë sektorët e bujësisë. Belqi, Elbasani, këta Cerrikun e llogarisnin kështu si lojtar dorës 2, po e ke fut në të ligën kryesore të qarkut. Jemi mezi i qarkut që kështu jemi. E ke ngrit dorën, Bravo.